Të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në rubrikën tonë Fjala e Lirë. Sot të ftuar kemi Mario Qiricin, një nga bashkëorganizatorët e protestave të mbajtur në Toronto gjatë 2 muajve të fundit, në të cilat është kërkuar dorëheqja e Ramës dhe e qeverisë së tij. Marion unë e njoh vetëm nga disa postime lidhur me protestat, por edhe disa analiza që ai ka bërë keq qeverisjes së Shqipërisë. Pikërisht për të kuptuar më mirë thelbin e protestave shqiptaro-kanadeze, gati 8.000 kilometra larg Tiranës, pra shumë larg kryeqytetit shqiptar, ku në fundit merren vendimet politike, e kam ftuar sot Marion për një bisedë ku liria e fjalës do të respektohet në funksion të informimit sa më të saktë dhe në përputhje edhe me vetë titullin e rubrikës pra Fjala e Lirë. Mario, mirë se erdhe. Përshëndetje Ilir, mirë se ju gjeta. Faleminderit. A mund të na flasësh si fillim pak për veten tënde, duke të gjykuar nga shqipja e rrjedhshme? Pyetja e parë që më vjen natyrshëm në mendje është sa kohë ke që je vendosur në Kanada? Ilir, unë kam vetëm 3 vite që në momentin që kam erdhur për herë të parë në Kanada, edhe kam jetuar këtej bashkë me bashkëshorten time, që prej 3 vitesh. Është vërtet kohë e shkurtër dhe mbase kjo është një nga arsyet pse këto tematikat e lidhura me atë dhe unë tonë janë akoma shumë të nxehta për ndjesitë e mia personalisht, por me thënë të drejtën shoh që shumë njerëz në diasporë janë po aq të acaruar edhe po aq të ngrohtë me ndjesinë atletare sa edhe unë. Kështu që nuk mund ta them me siguri, po e di që Shqipen do e mbaj gjithmonë të rrjedhshme dhe do përpiqem ashtu si ju ta trashëgoj edhe te familja ime.